Zoti Qale, a ka nevojë Kosova për gjandarmëri, për një njësi ndërmjet policisë dhe ushtrisë, apo ju keni plan tjetër? Një minutë për ju. Ne mendojmë që është një koncept plotësisht i gabuar, formimi i gjandarmërisë apo formimi i një force tjetër përveç policisë Kosovës, për detyrat të cilat sot aktualisht i kryen njësitë speciale të kufirit të Republikës Kosovës, dhe mendojmë që nuk mund krijohet dhe s'duhet krijohet asnjë forcë pa rishikimin strategjik të sektorit të sigurisë, meqense duhet me ditë që ky është një proces i cili duhet jetë i bazuar në analiza të cilat dalin nga rekomandimet e rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë. Dhe pra po e përsëris, ky rishikim nuk është bërë që 12 vite. Ushtria e Kosovës e ka ndruar statusin, ajo është ushtria, atëherë nuk ka qenë. Tani kemi policinë dhe AKI-n dhe duhet të bëjmë një rishikim tjetër të shojmë se ku do të shkojmë. Mendoj që vetë kuptimi i termit gjandarmëri i kalon qëllimet e shërbimit ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ka një terminologji e cila për mua nuk është as pak e pranueshme. A ka nevojë Kosova për gjandarmëri apo për një njësi tjetër, apo mjafton këto njësi që janë? Unë mendoj Kosova ka nevojë që të respektojë